do të me një pjesëmarrje. Në rast se do ishim në vend të Turqisë, Kosova, për bolla Australisë, cili mendon se do të ishte rezultati? Nëse kish luajtë Kosova me ekip Në fjalë. Australinë, po, nëse ishim kualifikuar. 99.9% fitore Kosovës. 99.0 Vjen që është e kryve. Unë e mendoj do të thotë, ma ato që kom po, do të thotë Kosova ka pas potencial. Spari arritje jashtëzakonisht e madhe e Kosovës, në barazh kemi qenë një hap pafër kualifikimit në kampionatin botror. Ne kemi humbur ndeshjen, kemi fituar respekt të madh ndërkombëtar. Kjo është e vërtet. Edhe është e vërtet që Kosova ka bërë ekip të mirë, ka bërë paraqitje të mira në këto kualifikime, trajneri ka udhëheqë ekipin jashtëzakonisht mirë. Por në finale duhet edhe mi gjetë cilët janë dobësit, nuk mundemi mi mshef ato, për shembull. Edhe na secili e japi mendimin. Unë mendoj që është luks i madh që në një ekip si Kosova mos më qenë Zhagrova në atë finale që ka afinitet sulmin në një ndeshje kur na është dashur patjetër fitori. Edhe këto kanë qenë për mua vendimtare, për mua. Tash nuk do të thënë që unë po i gjoj behane trenerit apo dikuj tjetër në këtë moment, por që ndeshja me Turqinë nuk ka qenë e udhëhequr në mënyrë që të fitohet, apo ma mirë me thonë ka pas lëshime, gabime, të cilat kanë ndodhur që ndodhin në futboll. Na i japim gjitha komplimente trajnerit, por në final, në pjesën e barazhit, unë mendoj që ka qenë luks i madh me lënë një lojtar të Juventusit në bankë të rezervë Kosovës. Ndoshta që s'ka pasur minutazh? Ose si është bështot taktikës nuk është as pak menacia, ai mundet mos me pas minutazh.